Mbrëm në oborin e komunës së Tuzit. Për herë të parë u mbajt ceremonia e ndarjes së shpërblimeve për nxënësit pishtar që i përkasin shkollave fillore dhe të mesme në komunën e Tuzit. Përfitues të këtij shpërblimi, nga ana e komunës me vlerën e 100 eurove, ishin 17 nxënës pishtar të shkollave fillore, 13 nga shkolla fillore Mahmut Lekić në Tuz, 2 nga shkolla fillore Bashkimi në Skorraq dhe po ashtu 2 nga shkolla fillore 29 Nëntori në Dinosh. Ndërsa 4 pishtar ishin nga Medresea Mehmet Fatih në Milesh dhe 28 pishtar të shkollës së mesme të Përzir 25 Maj në Tuz. Të pranishmëve ju drejtua kryetari i komunës së Tuzit, Nik Gjeloshaj, i cili më pas bëri dhe ndarjen e shpërblimeve. Moderatore e këtij eventi ishte Drita Rukaj. Zonja dhe zotrinj, të nderuar të pranishëm, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. Jemi bashkuar sonte këtu për të mirëpritur të gjithë ju nxënës që mbani titullin e më të mirit, titullin e pishtarit. Me lejoni që në radhë të parë të përgëzoj prindërit për arritjet e fëmijëve të tyre dhe që mundi dhe sakrifica e tyre po shpërblehen në mënyrë më të mirë. Një falënderim i veçantë shkon për mësimdhënësit, për misionin e tyre të shenjtë që nuk kursejnë punën as mundin e tyre për edukimin e gjeneratave të reja. Bashkëpunimi i duhur midis prindërve dhe mësimdhënësve sjell patjetër rezultate të tilla për të cilat ndihemi krenar të gjithë ne. Gjithë kjo punë dhe gjithë ky mund nuk do të kalonte pa u vënë re nga udhëheqësia komunës së Tuzit. Prandaj ftoj që në emër të komunës dhe të tim personal të marr fjalën e rastit kryetari i komunës së Tuzit zotri Nik Gjeloshaj. Savo Vajradi trudni je prošao nezapaženo od strane rukovodstva opštine Tuzi, zato pozivam predsjednika opštine gospodina Nika Gjeloshaja da nam se obrati. Të nderuara pishtare, të nderuar pishtar, të nderuar prind të pishtarëve, të nderuar përfaqësues të institucioneve të shkollave, drejtor mësimdhënësa. Për ne si komunë është privilegj sonte që këtu të jemi para jush dhe të përkulemi para këtyre pishtarëve, para suksesit të juve, mbas suksesit që keni arrit njëherë për ju, për familjen e juve, dhe atëherë për komunën tonë. Besoj që ky është sukses që nuk është vetëm i juve, ky është sukses i komunës së Tuzit, ky është sukses i shoqërisë sonë, dhe duke besuar që shumë shpejt këta pishtar, i pjesë prej tyre do të jenë pjesë e këtyre institucioneve që duke krijuar në Tuz, që ata vetë në drejt për drejt të japin kontributin e tyre që komuna jonë, vendi jonë të zhvillohet. Të nderuar prind, për arsye të situatës e cila është në krejt globin për arsye të pandemisë, kemi planifikuar disa herë që të organizojmë këtë mbrëmje, mirë po kemi shtyrë disa herë, dhe me lajmin e parë që kemi pas mundësi të organizojmë një manifestim ku mund të jenë prezent 100 persona, me një herë kemi caktuar këtë datë, këtë natë, që të respektojmë aq sa kemi mundësi ne si institucion suksesin e juve. Në vjen keq që nuk kemi mund të organizojmë në atë mënyrë më masovike që të jenë prindrit të dy të fëmijëve, mirë po këto ishin ato mundësitë dhe aktualiteti në cilën kemi mujë me organizua. Tash kisha ftua nxënësit një nga një për të u lënë atë dhuratën që ka përgatitur komuna, e cila është simbolike vetëm për t'u treguar se komuna është me ju, se komuna do t'u prekrahin dhe se gjithherë do të vlerësohet suksesi. Ajo është kryesorja, se në qoftë se orientohemi ashtu, me siguri dhe si komunë shoqëri do të jemi të suksesshëm. Për ju është një mënyrë dhe privilegj se jeni gjenerata e parë që merrni këtë dhuratë prej komunës plot të Tuzit. Sepse gjeneratat më e parë nuk kanë pas këtë mundësi, ose e kanë marrë në një vend tjetër, në komunë tjetër, dhe kjo është viti i parë i cili do të jetë tradicional
për të vlerësuar suksesin e juaj. Pa humbur kohë, do të filloja me shkollën fillore Mahmut Lekiq në Tuzë, e cila numëron 13 nxënës bartës të mirënjohës pishtar. Ftoj nxënësen Aurora Vulaj të marrë shpërblimin. Ftoj nxënësen Erinda Brahimi. Erion Vulaj, pastaj Leonora Temaj, ftojmë Lul Bojaj, Martina Berishaj, pastaj Mateo Nicaj, Monika Nicaj, Arnida Susuri, pastaj Mario Gjonaj, Romario Camaj, për Romario në merë motra po. Në redu je Ele Zadžović, i Samet Softić. Vazhdoj me shkollën fillore Bashkimi nga Skoraqi, e cila numëron 2 nxënës bartës të mirënjohjes pishtar. Ftoj nxënësen Junqa Elizabeta dhe Rozana Dushević. Në radhën shkolla fillore 28 nëntori nga Dinosha, e cila gjithashtu numëron 2 nxënëse mbartëse të mirënjohjes pishtar. Ftoj nxënësen Anida Niković dhe Sara Ljulanović. Vazhdoj me shkollën e mesme, Medresa Mehmet Fatih nga Mileshi, e cila numëron 4 nxënës bartës të mirënjohjes pishtar. Nastavljamo sa srednjom školom Medresom Mehmet Fatih iz Milješa, koja broji 4 đaka nosioca priznanja Luče, i pozivam đaka Lejlu Drešević, Edina Malagić, Amina Niković, i Mensur Drešević. Dhe përfundojmë me shkollën e mesme të Përzier 25 Maj në Tuzë, e cila numëron 28 nxënës bartës të mirënjohjes pishtar. Ftoj nxënësen Albina Berishaj, pastaj Agron Lekoçaj,
Aleksandra Nicaj, Arta Lulzuraj, Antoneta Gegaj, Martina Camaj, vazhdojmë Valentina Nicaj, pastaj Neira Shabanadžović, Lindita Siništović, Liza Vuljaj, Sandra Nikaj, Ajeta Drešević, Azemina Niković, Sara Drešević, Tea Hasanđekaj, Elma Lekić, Jozef Plumaj, Emina Džijablahović,
Gjula Shestović i Sania Hoxha. Ftoj edhe një herë Martina Camaj, në qoftë se është prezent. Doja përcjellim Martinës shpërblimin. Të gjithë nxënësve ju dëshirojmë fat në shkollim të më të tjeshëm dhe falenderojmë shumë drejtoret, mësimdhënësit dhe prindërit me të cilët vazhdimisht do të bashkëpunojmë. Falenderit shumë. Mbas përfundimit të ceremonisë së ndarjes së shpërblimeve, neve shfrytzuam rastin të intervistojmë disa nga nxënësit pishtar. Ky shpërblim thjesht na jep vullnet për të vazhduar me ndej dhe na tregon se puna jonë është vlerësuar gjatë këtyre 4 viteve në gjimnaz. A keni menduar për studime, a jeni regjistruar ende dhe si e keni menduar të ardhmen tuaj? Për shkak të kësaj situate, akoma nuk jam regjistruar, por e di drejtimin të cilin e dua, do të studioj stomatologjinë, por ku ende nuk e di. Ky titull i pishtarit për mua personalisht është një nder dhe për të gjithë bashkëmoshataret e mi që ndodhin me këtë sonte, sepse ne nënkuptojmë se ne jemi ata pishtarët që do zhdrisin malsinë. Përveç nderit që të na jep kryqëmim, është si më thanë edhe një vlerësim, një falënderim për gjitha këto oret e shumta që kaluam duke mësuar mundin e këtyre viteve. Atëherë besoj që keni menduar sa i përket vazhdimit dhe drejtimit të studimeve të mëtejshme, të doja të dija, jeni regjistruar ende dhe nëse po, si është bërë regjistrimi? Po, jam regjistruar në Universitetin e Malit të Zi. Këtij viti regjistrimi ka qenë një fije paksa më ndryshe, sepse ishte për shkak të situatës na u dosh të bënim online. Pra, aplikimi është bërë online dhe do doja të dija cili është drejtimi? Drejtimi është elektrotehnika. Për çfarë do i bash mend këto 4 vite të suksesshme të gjimnazit 25 Maj në Tuzë? Ndoshta 4 vite duken kohë gjatë, por tani që e kaluan sikur sa hapën mbyll sy dhe ajo që kujtoj janë momentet e lumtura që kaluam me shoqërinë, por gjithashtu edhe momentet në cilat përveç mësimit dhe argëtoheshim. Për mua dhe moshatarët e mi, ky çmim është vlerësim shumë i madh për punën tonë të pareshtur tani 9 vjet. Ti ke përfunduar me shumë sukses, pra je pishtare, do doja të dija se si do i përshkruaje këto 9 vite të shkollës tënde fillore, Mahmut Lekiq në Tuzë. Këto 9 vite kanë qenë shumë të vështira, mund të them. Kam punuar shumë për çmimin tim, kanë qenë shumë të bukura gjithashtu me shokët dhe shoqet dhe do them se kam kaluar bukur. Ke menduar se çfarë do regjistrosh, ku do vendosësh tani? Po, në fakt, unë do të regjistroj një gjimnaz në Shkodër, Pjetër Meshkalla. Ky çmim për mua ka një rëndësi shumë të madhe sepse më frymëzon qëllimet e ardhmen të vazhdoj me këtë tempo. Por çfarë do i mbash mend këto 9 vite të shkollës fillore? Më së shumti mbajmë për gjërat e bukura, ka pasur shumë momente të vështira, por me shoqërinë dhe me mësimdhënësit kem kaluar çdo gjë. Dhe a ke menduar se çfarë do regjistrosh? Unë do regjistroj në gjimnazin e Tuzë të përgjithshëm. Ky vlerësim për mua ka shumë rëndësi të madhe sepse me motivon shumë që të vazhdoj edhe në të ardhmen, të mësoj kështu pa për ti dhe të arrij gjithçka siç dua vetë. Dhe unë të doja të dija se si kanë qenë ato 9 vite të shkollës fillore tënde në shkollën Naturisht Bashkimi. Kanë qenë momente të bukura, kem kaluar mirë me shoqërinë dhe me mësimdhënësit, por ka pas edhe momente të vështira, por edhe ato i kem kaluar me sukses. Dhe e ke menduar se çfarë do regjistrosh? Kam menduar ta regjistroj gjimnazin e përgjithshëm 25 Maj në Tuzë. Për të pranishmit, në fund u servir një koktejl modest.